إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Falënderimet, madhrimet janë vetëm për Zotin xhelle shanehu. Ata falenderojmë prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kjo udhëzon Allahu në rrugën e drejtë, në rrugën islame, nuk ka kush e largon prej saj. Dhe kushdo i cili për veten e tij ka zgjedhur të largohet edhe të devijohet nga kjo rrugë e bukur dhe e madhe dhe e pastër islame, nuk ka kush e udhëzon përveç Allahut fuqiplot. Ai është udhëzuesi dhe orientuesi i njerëzve drejt të mirës. Ai është i cili i hap zemrat dhe i mbush me besim. Prandaj falenderojmë Zotin elhamdulillah i cili na ka udhëzuar dhe na ka orientuar drejt kësaj feje madhështore të pastër dhe i lutemi Allahut që të na majë të fortë në këtë fe deri në ditën e fundit. Dëshmojmë dhe të kërkojmë se s'ka Zot tjetër të vërtetë përveç Allahut, një të vetëm krijues dhe sundues, i cili është pa shok. Dëshmojmë dhe të kërkojmë se Muhamedi alayhis salatu wasalam është rob dhe i dërguar i tij i fundit, i cili e përmbylli me sukses shpallën hynore dhe e çoi në vend amanetin që ngarkoi Zoti xhelle shanehu. Allahu xhelle shanehu në Kur'an i drejtohet gjithë besimtarëve musliman ku thotë: O ju të cilët keni besuar, keni frikë dhe respekt ndaj Zotit fuqiplot dhe mos vdisni ndryshe vetëm se duke qenë besimtar musliman dhe të bindur ndaj Allahut fuqiplot. Po ashtu Allahu nëpërmjet Kur'anit familjar të drejtohet mbar njerëzve ku thotë: O ju njerëz, keni frikë Zotin tuaj i cili ju krijoi nga një vete, nga Ademi alayhis salam, dhe nga ai krijoi palën e tij Havan, dhe nga këto dy u shtuan shumë burra dhe gra. Keni frikë Allahun me emrin të cilit përbetoheni, ruajini lidhje farefisnore mes jush, se me të vërtetë Allahu është mbikëqyrës mbi ju. E falenderojmë Allahun i cili na bëri të mundur të arrijmë këtë ditë madhe, ditë xumaje, e cila është festa javore për besimtarin musliman. I lutemi Allahut që të na falë dhe të na pastrojë çdo gabim që kemi bërë. I lutemi Allahut që të na mundsojë të bëjmë vepra të mira në ditët e vazhdim. Inshallah disa momente të këshillojmë njëri tjetrin për një pikë që është shumë e rëndësishme në jetën e çdo muslimani dhe jetën e çdo njeriu, rëndësia dhe vlera e shoqërisë së mirë tek njëri tjetri. Allahu xhelle shanehu thotë në Kur'ani: "O ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan." Ndihmojeni njëri tjetrin në punë të mira dhe në devotshmëri, dhe mos e ndihmoni njëri tjetrin në mëkate dhe armiqësi. Ky ajet madhështor, i cili na tërheq vërejtjen dhe na urdhëron që ne ta këshillojmë njëri tjetrin për hir të Allahut xhelle shanehu në vepra të mira. Ibn Kathiri, Allahu më shëroft, ka thënë, komentuesi i Kuranit: Allahu i urdhëron robërit e tij besimtar që ta ndihmojnë njëri tjetrin në vepra të mira, në çdo gjë që Allahu e don dhe në çdo gjë që Allahu e pëlqen, siç janë adhurimi dhe ibadeti dhe bindja ndaj Zotit fuqiplot, ndihma ndaj të tjerëve, përhapja e drejtësisë
mbrojtja e të shtypurve dhe të dobtëve dhe përmirësimi i të gjithë shoqërisë. Pra duhet që të kemi një shoqëri të mirë dhe ta ndihmojmë njëri tjetrin për vepra të mira dhe të ruhemi nga veprat e liga, sepse në këtë mënyrë do të fitojmë kënaqësinë e Zotit në këtë botë edhe në botën tjetër. Pra ne duhet si musliman, si besimtar, ta ndihmojmë njëri tjetrin për vepra të mira, ta këshillojmë njëri tjetrin për vepra të mira, ta këshillojmë njëri tjetrin për mirësi dhe begati dhe mos ta nxisim dhe mos ta ndihmojmë për të kryer vepra të liga. Shoqërimi me njerëz të ditur dhe të urtë. Pra ne si musliman duhet shoqërohemi dhe të rrijmë me njerëz të ditur, të mençur dhe të urtë. Dëgjoni ata që besojnë dhe i nënshtrohen Zotit fuqiplot, sepse vetëm ata janë të udhëzuar drejt. Pra duhet që ne të rrijmë dhe të dëgjojmë njerëz që janë besimtar të mirë dhe që i nënshtrohen Zotit fuqiplot, sepse ata janë të udhëzuar drejt rrugës së drejtë dhe e këshillojnë njëri tjetrin për vepra të mira. Duhet të shoqërohemi me besimtar të mirë, të devotshëm, të sinqert, sepse në këtë mënyrë e forcon akoma dhe më shumë sinqeritetin dhe dashurinë për Allahun xhaleshanuhu. Ne do t'ua heqim nga zemra e tyre çdo lloj smire, thot Zoti. Ata do të jenë si vëllezër të ulur përballë njëri tjetrit mbi fronte dritën e xhenet. Pra besimtar të sinqert, besimtar të vërtet, shoqëria e sinqert dhe e pastër në këtë botë që është dashur për hir të Allahut, do të jetë edhe në botën tjetër i ulur përballë njëri tjetrit në frontet e Allahut në xhenetet e tij të mrekullueshme. Miqësia e vërtet është vetëm në devotshmëri dhe në bindje ndaj Zotit fuqiplot. Allahu xhaleshanuhu thot, miqt do të jenë armiq të njëri tjetrit në ditën e Kiametit, përveç atyre që kanë qenë të devotshëm. Pra ato miq, ato shok në këtë dunja që kanë qenë të devotshëm, besimtar të sinqert, që janë dashur për njëri tjetrin pa interes, ato do të jenë miq edhe në botën tjetër në xhenetet e Zotit. Por ndryshe, ato që kanë qenë miq në këtë botë me hile dhe për interes të kësaj bote, në botën tjetër do të jenë armiq të njëri tjetrit. Prandaj sa jemi në këtë botë, të jemi miq dhe shok të mirë për njëri tjetrin, për hir të Allahut xhaleshanuhu, me sinqeritet, me besnikëri dhe jo me hile, sepse Allahu xhaleshanuhu e din çdo të fshehtë që mbart njeriu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka këshilluar dhe na ka urdhëruar dhe na ka orientuar drejt kësaj miqësie të vërtetë dhe drejt kësaj shoqërie të pastër në disa hadithe madhështore të tij ku thot: shembulli i shokut të mirë dhe shembulli i shokut të keq është si shembulli i shitësit të parfumit dhe i punuesit të hekurave apo i farkëtarit. Shitësi i parfumit ose do ta dhurojë një parfum të mirë, ose do ta shes një parfum, ose të paktën do të ngeli aroma e mirë nga ky person, nga dyqani i parfumit. Ndërsa shembulli i farkëtarit, nëse ti shkon atje, ose ke për të djegur rrobat tuaja, ose ka për të rënë erë e keqe në rrobat tuaja. Pra të bëhemi si shitës i parfumit, që të tjerët përfitojnë nga ne, të paktën aromën e mirë, ose të paktën fjalën e mirë dhe këshillën e duhur që ne ja japim tjetrit. Dhe mos të bëhemi si farkëtari që e djeg tjetrin me fjalët e tij të ulta, me sjelljet e tij të ulta, me hilet që i bën ndaj tjetrit, sepse te Allahu do të jetë përgjegjësi e madhe. Miqtë e vërtetë, thot pejgamberi alayhis salam, janë si drita. Ka prej njerëzve, thot pejgamberi Zotit, që janë qelsa për të mirë dhe brava për të keqen. Dhe ka prej tyre që janë qelsa për të keqen dhe brava për të mirën, lum për atë njeri që Allahu e ka bërë qelës për të mirën, dhe mirë për atë njeri që Allahu e ka bërë qelës për të keqen. Pra ne si besimtar duhet të jemi qelës për të mirën, me fjalën tonë të mirë ta orientojmë tjetrin drejt Zotit xhaleshanuhu, ta orientojmë tjetrin drejt kryerjes së veprave të mira, dhe mazalla mos të bëhemi sebeb apo qelës për të keqen, që ne me sjelljen tonë, me këshillën tonë, me veprat tona, ti orientojmë edhe të tjerët drejt të keqes.
Por besimtari vërtet është gjithmonë burim mirësie, është gjithmonë burim urtësie, është gjithmonë shembull që i udhëzon të tjerët drejt të mirës dhe jo kurse drejt të keqes. Dashuria dhe shoqëria në fenë e Zotit xhaleshanuhu, pejgamberi selam na ka thënë, nuk do të hyni në xhenet derisa të besoni Zotin xhaleshanuhu me besim të pastër dhe sinqert, dhe nuk do të besoni derisa të duheni me njëri tjetrin për hir të Allahut me sinqeritet të pastër. Atë ju tregoj diçka që nëse e veproni, do të duheni me njëri tjetrin për hir të Allahut, shpërndajeni selamin. Përshëndetjeni njëri tjetrin me selam, me fjalë të mira, me fjalë të bukura, me fjalë të pastra, me fjalë të sinqerta pa hile dhe pa mashtrime. Mos bëhemi si shumë njerëz që para syve flasin fjalë të mira dhe pas shpine flasin fjalë të liga, sepse Zoti të gjitha i ka regjistruar. Asgjë nuk i fshihet Allahut fuqiplot. Duhet ta duam njëri tjetrin për hir të Allahut dhe të kemi një shoqëri të sinqertë për hir të Allahut, sepse pejgamberi sa më ka thënë, Allahu në ditën e gjykimit do të thotë, ku janë ato njerëz që janë dashur për hir të Zotit, për hir tim? Sot do t'i mbuloj në hijen time, ditën kur nuk ka hije tjetër përveç hijes së arshit të Zotit xhaleshanuhu. Pra në ditën e gjykimit, dielli do jetë sipër kokave të njerëzve dhe njerëzit pritet të bëjnë llogaria, t'ju bëhet llogaria. Ato njerëz që janë dashur për hir të Allahut xhaleshanuhu me sinqeritet, me pastërti, pa hile dhe pa interes, Allahu ka për t'i strahuar në hijen e arshit të tij madhështor. Prandaj ta duash njëri tjetrin për hir të Allahut me pastërti, me sinqeritet, është një mirësi e madhe në këtë botë dhe një mirësi e madhe në botën tjetër kur dalim para Zotit. Miku i mirë edhe shoku i mirë është mbrojtje në këtë botë ndaj të keqës, por është mbrojtje edhe në ditën e Kiametit. Njeriu do të ringjallet në ditën e Kiametit, thot pejgamberi selam, me atë që i ka dashur dhe është shoqëruar në këtë botë. Me atë person që ti e ke dashur shumë dhe je shoqëruar me të, me atë person do të ringjallesh edhe ditën e Kiametit. Prandaj, ti zgjedhim njerëzit e mirë, ta zgjedhim shoqërinë e mirë në këtë botë, në mënyrë që këtë shoqëri ta kemi edhe në botën tjetër kur dalim para Zotit xhaleshanuhu. Sepse kjo lidhje e fortë në këtë botë, kjo lidhje do të vazhdojë edhe në botën tjetër, edhe në xhenetet e Allahut që janë të pafundme. Pejgamberi selam ka thënë, kur besimtarët e mirë të hyjnë në xhenet dhe të mos i gjejnë shokët e tyre që faleshin dhe agjeronin këtë botë bashkë. Pra një grup do shkojnë në xhenet, disa të tjerë nuk janë në xhenet për shkak të veprave të liga që kanë bën. Ata do të thonë, o Zoti ynë, ne nuk po i shikojmë shokët tanë që kishin në atë botë, që faleshin bashkë dhe që agjeronin bashkë. Atëherë Allahu do t'ju thotë, shkoni dhe nxirrni ata që i njihni. Nxirrni ata nga zjarri i xhehenemit me lejen time. Pra shikon se çfarë vlere ka dashuria e sinqertë, shoqëria e vërtetë dhe e pastër për hir të Allahut, saqë do të bëhet shkak që edhe në botën tjetër ti të shkosh dhe ta marrësh shokun tënd nga xhehenemi me lejen e Zotit dhe ta nxjerrësh për në xhenet. Po këtë gjë nuk e bën vetëm se një besimtar i mirë, i sinqert, i pastër, pa hile dhe pa interes të kësaj bote. Pra duhet të jemi vëllezër të sinqert, duhet të jemi shok të mirë për njëri tjetrin, duhet të jemi njerëz besnik për njëri tjetrin, as se si njerëz me hile, sepse ka nga shumë nga njerëzit që bojnë sikur janë shok të vërtet, por pas krahëve bën 100 të zeza. Ky njeri nuk përfiton nga mëshira e Allahut në këtë botë as në botën tjetër. Njerëz hileqar nuk i don Zoti, njerëz mashtrues nuk i don Zoti. Prandaj duhet të jemi vëllezër të sinqertë, me dashuri të sinqertë për hir të Allahut dhe pa interes dhe pa hile të kësaj bote. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, më i forti për lidhjeve të besimit është ta duash për hir të Allahut xhaleshanu një person dhe nëse vjen momenti ta urresh përsëri për hir të Allahut xhaleshanu nëse ai person e shkel urdhrin dhe ligjin e Zotit xhaleshanu.
Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, sahabi i madh, ka thënë: shoqërohu me të devotshmit, me njerëz besimtar të sinqertë, sepse shoqërimi me ta të sjell nder dhe të udhëzon drejt të mirës. Pra besimtari duhet shoqërohet me njerëz të mirë, me të sinqertë, me besimtar të devotshëm, jo me njerëz sa vetëm flasin fjalë të mira, por punët i kanë të zeza. Shoqërohu me njerëz të devotshëm, me besimtar të sinqertë. Shoqërimi me këto njerëz të sjell nder në këtë botë dhe nder në botën tjetër. Abdullah ibn Mesud radhiyallahu anhu ka thënë: vlerësojeni njeriu sipas shokëve të tij që ka, sepse njeriu shoqërohet vetëm me atë që i ngjajnë atij. Pra çdo njeri duhet vlerësuar sipas shokëve të tij që ka. Nëse një njeri ka shok të mirë, me patjetër që ky do të jetë i mirë. Nëse një njeri ai mund vjen në xhami, po pas xhamie shoqërohet me njerëz të këqij, jo shok të mirë, me njerëz që e nxisin për keq, që e nxisin tek alkooli, tek bixhozi, tek e keqja, ai edhe vetë nuk është i mirë, pavarësisht se ai ndoshta vjen në xhami, por akoma nuk është përmirësuar, sepse shokët e tij i ka të këqij. Omer ibn Khattab radhiyallahu anhu ka thënë: mos u shoqëro me të padrejtin, o njeri, o musliman, mos u shoqëro me të padrejtin, se ai ka për ta mësuar padrejtësinë. Mos u shoqëro me kopracin, se do të privoj nga të mirat. Dhe as mos u shoqëro me njeriu e lig, se ka për ta prishur fen tënde. Njeriu i lig, njeriu hileqar, njeriu zullumqar, njeriu i padrejt, ai të prish edhe fen tënde, sepse ai të nxit për të ligën. Njeriu i cili me ty është i mirë, po pas krahëve flet fjalë të liga, ai nuk është njeri i Zotit xheleshanu. Ai ndjek rrugën e shejtanit. Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu ka thënë: shoqëria e mirë, miku i mirë, është një nga begatitë më të mëdha të kësaj jete, sepse shoku i mirë ta kujton Zotin xheleshanu dhe shoku i mirë të largon nga mëkatet. Prandaj të kemi kujdes me kë shoqërohemi. Nëse ai person me të cilin ne shoqërohemi ta kujton Zotin xheleshanu, të udhëzon drejt namazit, të udhëzon drejt të mirës, ai është shoku i vërtet për hir të Allahut. Nëse ai person të cilin ne shoqërohemi të nxit për vepra të liga, duhet menjëherë të largohesh nga ai person, sepse ka për të prishur dhe ka për të larguar nga Zoti xheleshanu. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, sahabi i madh, përsëri ka thënë: nuk ka gjë më të vlefshme pas besimit të Zotit se sa shoku i mirë, i vërtet, i sinqert, i pastër, që ta kujton Allahun xheleshanu kur e harron ti dhe të ndihmon në bindje ndaj tij. Prandaj ka shumë njerëz që ti mund t'i këshillosh tek e mira, ai të largohet. Do thotë që ky nuk e don këshillën e mirë. Ky nuk e vlerëson shoqërinë e mirë për hir të Allahut, por i intereson kënaqësia e kësaj bote dhe epshet e kësaj bote. Hasan el-Basriu, një tabiin i madh, Allahu mëshiroft, ka thënë: shoqërohu me atë që kur e shikon ta kujton Zotin xheleshanu. Kur të flasi, ta shton diturinë dhe kur vepron diçka të nxit drejt ahiretit të Zotit. Pra kështu njerëz duhet të jemi, o vëllezër. Kështu njerëz duhet të jemi, që ne nëse e shikojmë njëri tjetrin t'ia kujtojmë Zotin xheleshanu. Pra të reflektoj mirësi dhe butësi dhe urtësi besimtari. Besimtari i vërtet reflekton mirësi, reflekton besim te Zoti, reflekton për nxitje drejt veprave të mira. Ndërsa njeriu i cili nuk është i udhëzuar drejt, merret me thashëtheme, merret me shpifje, merret me përgojime, merret me fjalë pas shpime. Nuk don Zoti xheleshanu asnjëherë të njerëz. Allahu don që të pastrohemi. Allahu don që të drejtohemi tek ai. Allahu don që të pastrojmë zemrat dhe të bashkohemi njëri tjetrin, ta duash njëri tjetrin për hir të Allahut pa interes, pa hile. Imam Gazaliu, Zoti më shëroft, ka thënë: shoqëria e mirë është një pasuri e madhe dhe e rrallë, sepse ajo të ndihmon të rritesh në moral dhe në sjellje, të rritesh në dituri dhe në fe. Ky është shoku i mirë, që të këshillon për hir të Allahut, ta mëson diçka për hir të Allahut, të orienton tek feja e Zotit, tek Kur'ani, tek Zoti xheleshanu për të kryer vepra të mira. Ky është shoku i mirë. Ky është besimtari i mirë i vërtet, që e ke për këtë botë
dhe e ke edhe në botën tjetër me lejen e Zotit xhaleshanu. Prandaj ne si besimtar e kemi në dorë të zgjedhim, duhet jemi shok të mirë për njëri tjetrin apo jo? Do t'i këshillojmë njëri tjetrin për mirë apo jo? Do t'i orientojmë njëri tjetrin tek e mira apo tek e keqja? Zoti na ruaj. Ibn Qayyim el-Jawziyje, Allahu më shëroft, ka thënë: njeriu nuk mund të arrijë plotësinë e tij në fe pa shoqëritë e mirë që e përkujtojnë atë për hir të Allahut xhaleshanuhu. Pra, feja islame është e lidhur ngushtë me njerëzit, me shoqërinë e mirë sidomos. Prandaj, këshilla është që të bëhemi shokë të mirë për të tjerët, të bëhemi njerëz të mirë për të tjerët, t'i udhëzojmë dhe t'i orientojmë njerëzit tek e mira. Po ashtu të mundohemi që shoqërinë ta gjejmë të mirë, të pastër, të sinqertë, që na këshillojnë për hir të Allahut dhe asesi me njerëz të cilët duan të bëjnë keq, duan të bëjnë hile, duan të shpifin ndaj teje apo duan të spionojnë ndaj teje për gjëra që ti ndoshta nuk i ke bërë. Allahu na udhëzoft, Allahu na orientoft tek e mira. Allahu na bëft që të jemi njerëz të mirë për njëri tjetrin. Allahu na pastroft zemrën dhe shpirtin. Allahu na orientoft drejt të mirës së kësaj bote dhe Allahu na bashkoft të gjithëve në xhenetet e Allahut xhaleshanu. Amin. Ala nahsan al-kalam wa ablagha an-nizam kalamullah malikil aziz al-alam kama qala ta'ala fil kalam wa idha quriya al-Qur'anu fastami'u lahu wansitu la'allakum turhamun. Barakallahu lana wa lakum wa lisa'il. برحمتك يا ارحم الراحمين. الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما للنبي وتكريما للضيف فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا. My dear respected